Është seanca dëgjimore lidhur me autoritetin për informim mbi dokumentat e i sigurimit të shtetit, ai DSSH-ja sipas me akronimet përkatëse, lidhur me projekt ligjin për buxhetin e shtetit të vitit 2016, nga institucioni për ta përfaqësuar janë prezent zonja Gentiana Sula, kryetare e këtij autoriteti, zoti Vrioni, zoti Marku dhe zoti Nikola, antar të këtij autoriteti, dhe zonja Noti si sekretare e përgjithshme. Siç mund të jeni vënë në dieni paraprakisht edhe nga stafet e kuvendit në njoftimet përkatëse, edhe siç mund ta keni ndjekur, në ndryshim me komisionet e tjera të përhershme parlamentare, ky komision e sheh projekt ligjin e buxhetit të shtetit dhe seanca dëgjimore në një këndvështrim specifik. Meqense ne kemi në fushën tonë të përgjegjësisë mbikëqyrjen parlamentare, pra ku përfshihet edhe përmbushja e rekomandimeve që kuvendi jep për institucionet që raportojnë në kuvend, ku përfshiheni dhe ju, ne kujdesemi më shumë për ta parë nga ky këndvështrim buxhetin e shtetit se sa dhe si ky buxhet plotson nevojat e institucioneve respektive që ato të mundsojnë realizimin e rekomandimeve që vetë kuvendi ka lëshuar ose ka dhënë për këto institucione. Dhe në këtë kontekst ne kemi këtu si raportin që është që do të paraqitet lidhur me rezolutën, si projekt rezolutën mbi vlerësimin e veprimtarisë së autoritetit për vitin 2024 dhe rekomandimet përkatëse për periudhën në vijim. Dhe këtu ka 2-3 gjëra të cilat do duhet që t'i sqarojmë sot sa mbështeten me fonde buxhetore që mund të jenë të realizueshme. Sepse jo të gjitha kanë nevojë për fonde buxhetore, kanë nevojë edhe për veprimtarinë normale të institucioneve, edhe në rastin tuaj konkret, edhe për veprimtarinë institucionale që ushtron normalisht institucioni, por janë disa kërkesa specifike që kërkojnë që të mund të realizohen, kërkojnë mbështetje me fonde buxhetore. Dhe ne jemi këtu që pikë së pari, kur të ndodh procesi i mbikëqyrjes parlamentare se si është përmbushur kjo rezolut me rekomandime përkatëse, të mund të jemi të qetë që ju është dhënë mbështetja e nevojshme buxhetore për ta plotësuar të detyrim. Kështu që mbasi ne jemi njohur më së miri edhe me kërkesat tuaja, edhe me materialin e ardhur dije mos gaboj, në fundjavë, në fundjavë, edhe me memon që ka përgatitur kuvendi dhe që do ta përmbledhi relatori zoti Mile, ne do dëshironim të dëgjonim një parashtres prej jush të shkurtër, për shkak se janë tashmë të njohura dhe të vëna në dispozicion për gjithë kolegët, por të fokusuar në këtë këndvështrim të përgjegjësisë, të fushës së përgjegjësisë që ka ky komision. Këtu pasaj është bashkë me ne është edhe si në të gjitha seancat dëgjimore të mëparshme dhe përfaqësuesja e Ministrisë së Financave, zonja Vilma Gjata, për të na lehtësuar edhe për të sqaruar apo edhe për të dakorsuar lidhur me ndryrjet mundshme mbështetëse që mund të ketë komisioni. Atëherë fillimisht fjala për ju dhe pastaj relatori. Faleminderit. Nderuar zoti kryetar, të nderuar deputet, nderuar përfaqësues Ministrisë Financave, nderuar koleg, siç u tha edhe nga zoti kryetar, duket që çështjet tashmë njihen. Këtu para meje kam rezolutën që Parlamenti në seancë plenare miratoi për institucionin ton. Me pak fjalë janë disa rekomandime që burojnë për vitin 25, po që janë shumë koherente në raport me nevoja që ne kemi për vitin 2026, spari angazhim për digitalizimin e plot të fondit arkivor, për të garantuar ruajtjen e afatgjatë aksesit publik dokumentave, që mendojmë që është e mbështetur nga buxheti në vijim.
është angazhimi për përfshirjen e pushtetit lokal në njohjen e rezultateve të verifikimeve administrative lidhur me gjetjen e vendvarimeve të dyshuara. Këtu neve e shikojmë që janë të mundshme dhe mbështeten nga buxheti që ne tashmë na është dhënë, fondi operativ. Është angazhimi për krijimin e një baze të vetme të dhënash për personat e zhdukur dhe kjo është e përligjur dhe është e zbatueshme dhe e mbuluar nga buxheti. Është bashkëpunimi me institucione publike për marrje materialeve arkivore të risigurimit shtetit, gjithashtu është e mbuluar. Konkretizimi i marrëveshjes bashkëpunimit me Ministrinë e Shtetit për zbatim korrekt të ligjit për kryen e procesit të verifikimit të figurave të personave që propozohen për dekorim dhe kjo është e mbuluar me funksionet tona dhe me buxhetin operativ. Së fundit, pika 6 është në kuadër të edukimit qytetar, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Institutit të Studimeve për Krimet e Pasojat e Komunizmit, të angazhohemi për të përfshirë në programin mësimor dhe ato orë ekstrakurrikulare për qëllim edukativ të trive për të kaluarën komuniste. Këtu është një çështje për të cilën neve jemi investuar fuqimisht prej kohe, kemi vënë në relacione dhe do të ndaloj pastaj sepse neve jemi në kërkesë të fondeve shtesë që ta bëjmë të mundur që ky aktivitet të realizohet më së miri. Është dhe pika 7 që ka të bëjë me bërjen funksionale të mediatekës, edhe këtu i kemi fondet e realizuara. Tash pa humbur kohë dhe në mënyrë të përmbledhur, meqense duket që temat janë të njohura për ju, do doja të ndalesha tek nevojat shtesë që na ka ndalë neve duke parë buxhetin. Nga buxheti i parë i verës, që e drejta me Ministrinë e Financave, ne kemi negociuar, është bërë një shtesë për 5 milion lekësh, por platforma e-learning ose e-education, neve kemi kalkuluar për një shumë totale në 3 vite për 30 milion lek, dhe kemi kërkuar që 1 milion lek që ka të bëjë me investimin, pra me software-in, me blerjen, kjo do jetë një platformë elektronike për burime të hapura, duhet bërë në një instalim, të themi në një pagesë. Na është dhënë 5 milion, na duhen dhe 5 milion të tjera, sepse ky software nuk mund të copëzohet në 2 vite. Është shumë e rëndësishme, bëhet fjalë për një platformë moderne, të cilët neve nga ana infrastrukturore dhe marrëveshjeve e kemi avancuar. Ka 3 vite që kemi bërë një marrëveshje me Ministrinë e Arsimit, me Radio-Televizionin Shqiptar, të cilat kanë goxha fond arkivor audiovizual, me ATSH-n, Agjencinë Telegrafike Shqiptare, që ka një fond shumë të madh fotografik, me arkivën qendrore, dhe ideja është që të kemi një platformë elektronike me burime të hapura. Do targetoj spari, do punoj përmes mësuesve me institucionet arsimore, pa diskutim, në bazë të kurrikulës zyrtare të mësimit historisë për sistemin parauniversitar, por forma e qasjes do të jetë një formë moderne, teknologjike, sepse rinia sot dhe fëmijët dihet që janë shumë të interesuar në teknologji. Kemi marrë modelet më të mira, është Observatori i Historisë që është zhvilluar nga Këshilli i Evropës në Strasburg, me cilët kemi përfituar dhe një konsulencë, na kanë ndihmuar ta ngrejmë konceptin, dhe me 2 partnerë europian, siç është ai rjeti i mësuesve të historisë Euroclio dhe rjeti europian i kujdesit dhe solidaritetit me qendrën në Poloni, që dhe ato kanë një platformë të ngjashme që quajnë High Story. Bëhet fjalë për një platformë e cila do të jetë interaktive, do ketë klasa virtuale, do ketë quize, do ketë testime, do jetë për mësues, po dhe për nxënës dhe për prindër. Do vëm aty burime të përzgjedhura, qoftë dhe ato audiovizuale, përfshi dëshmit e gjalla, përfshir materialet arkivore dhe studime që vinë nga burime të përshtatshme, siç janë Instituti i Historisë ose universitetet lokale dhe qendrore, me cilat ne tashmë kemi marrëveshje me Tiranën, me Shkodrën, me Elbasanin, që po e firmosim tani. Mendojmë që është shumë e përligjur që ky fond investimesh të plotësohet pra nga 5.000 në 10 milion lek për këtë vit. Mendojmë që janë të përshtatshme si burime. E dyta është popullimi i kësaj platforme, që dhe këtu ne kërkojmë dy zëra shpenzime. Bëhet fjalë për blerjet pajisjeve audiovizuale, që janë 2 milion lek, është një fond i vogël të thoja, dhe bëhet fjalë për blerje aparat fotografik, për kamera regjistrimi, mikrofona, dhe një kompjuter të përshtatshëm dhe laptop me parametra optimale për përpunim video dhe materiale grafike për montime, dhe bëhet fjalë për një përsëri në shërbim të kontentit të platformës, bëhet fjalë për 1.6 milion lek,
që do të jetë një box room. Kemi kalkuluar që sa t'i marrim me qira është më mirë ta ndërtojmë aty në institucion se kemi hapësirë. Do të jetë një dhomë e izoluar në praktikat më të mira, e cila do ketë edhe një rrjet kablor, 5 mikrofona, kamera, mikser, 5 kamera dhe 2 boksera, dhe do bëjmë 2 gjëra. Së pari mbledhjen e dëshmive, ta bëjmë në mënyrë edhe më profesionale. Janë dëshmi të gjalla që neve dhe na bëhet kërkesë ligjore në bazë të nenit 38 mos gaboj, por njëkohësisht mendojmë që të krijojmë një podcast për të rinjt me dëshmitarët e kohës, sepse gjithmonë zërit të rive, pyetjet e tyre kërkimore kanë interes, fëmijët i flasin më mirë fëmijëve. Përveç kësaj kemi një nevojë që nuk është në shumë e madhe dhe kjo, janë 3 milion lek, bëhet fjalë për një sistem që quhet i-aktet. Për momentin shtohet shumë numri i akteve që ne po nxjerrim, u bën disa vjet, i kemi akoma në për database të thjeshta si Excel, edhe kontrolli i lartë i shtetit së fundit na rekomandoi ngritjen e një sistemi të vërtetë i akteve që të shërbej edhe për transparencë, edhe për anonimizim, që neve i bëjmë rregullisht. Bëhet fjalë për një modul shtesë të sistemeve që kemi dhe do të shkojë 3 milion lek. Dhe së fundi kemi dhe një kërkesë që janë 1 milion lek, është një masë që duam ta marrim për të rritur eficiencën energjetike. Godina që kemi ndërtuar me restauruar dhe përshtatur me fondet e qeverisë suedeze, ka një kupol xhami që ka pas të ndërtuar, po duket shumë bukur, po lejon humbi energjie në 2 stinat ekstreme, në verë dhe në dimër. Me 1 milion lek bëhet fjalë për një kupol mbuluese me 45 metër katror, që do na shërbej për të harxhuar më pak energji, se për momentin e kemi shumë të larta faturat e energjisë. E gjitha kjo na shkon në 12.6 milion lek dhe mendojmë që do të ketë një vlerë shumë të madhe për sa i përket një aktiviteti të rëndësishëm siç është ai edukimi qytetar në shkolla dhe përmirësimin e punës sonë, qoftë me dokumentimin dhe anonimizimin e akteve, qoftë edhe me eficiencën energjetike. Faleminderit zonja kryetare. Tjetër gjë, parashtres tjetër nga autorit. Po. Okej. Keni ka po ja 1 minutë me nëse s'ke ndonjë gjë të re, s'ka, po me mikrofon. Me mikrofon. Komision na vjen për herë parë dhe çështja qëndron në disbalancën që është për pagesën e antarëve që ka zbrit nga 55 në 45. Në Komisionin e Ligjeve ne e thamte, por meqense dhe Komisioni ju në një të njëjtin funksion, kërkojmë që kjo e padrejtësi që ne do të vendoset në vend. Arsyeja dhe mënyra vendosjes është një fjali është aty që sepse kemi kërkuar shqyrtim deri ke kryeministri e gjithë ata dhe akoma marrim shkresa, japim shkresa. Në ligj ne kemi pas 55% pagës presidentit dhe sot kemi 45%. Kjo çështje në Komisionin e Ligjeve na tha që do merr në konsiderat, tash nuk e di nëse do merr në konsiderat nga ana juaj ose ja. Sepse këtu përfshihet hierarkia, pasi një pjesë e madhe punojnë pagesa atyre është më e lartë se sa jona. Te kisha për thënë, kisha në disa gjëra që i thash dha ditë në lidhje me që unë pëlqen që i përkas për një politik, rasti i parë është që kërkohet me bën muze kombëtar edhe spaqin edhe dokumentacioni është paraqitur nga ajo këtu. Kemi edhe të Pelenën, kemi një problem të dytë, lëvizjen e 3200 dosjeve të cilët kanë ngelur në Ministrinë e Drejtësisë dhe akoma nuk u zhvillohen. Kjo është çështja nr. 2. E treta e tha dhe kryetaria për zhdukurit, sepse ta kërkojnë me qenë më intensive kërkimi dhe zbatimi i këtij projekti, megjithëse ne bashkëpunojmë me ICMP-n, kërkojmë që në kurrikulat e Ministrisë së Arsimit të ftohet edhe zëri i jetës politike që ka qenë për 45 vjet në Shqipëri, gjë për të cilën deri tash nuk është bërë. Thoshin ca shqetësime edhe statusi për një politik, se me status minatori, status gazetari tjerë kena bën, edhe ushtaraku mendoj që edhe një status për një politik i cili është ka ardhur tek ju, mendoj që të merret konsiderat nga ana juaj. Faleminderit. Faleminderit. Mirë kuptoj në shqetësimet tuaja, por keni qenë te Komisioni i Ligjeve, keni parashtruar atje për të mos i mbivendosur gjërat, ne apo në Komisionin e Ekonomisë nëse mund të keni qenë ose Komisioni i Drejtave të Njeriut, këtu thjesht duhet ta shikojmë nga këndvështrimi i rezolutës, siç kryetaria e parashtroi. Keni ndonjë gjë tjetër? Jo, nuk kemi. Relatori, ju lutem. Po kryetar, faleminderit. Dhe unë përmundohem që të jem sa më i përmbledhur duke qenë se relatimi
i parafolësve ishte shumë i sakt. Për buxhetin e vitit 2026 të AIDSKSH-s është në vlerën totale prej 190.5 milion lek, i ndarë si vijon më poshtë në mënyrë më detajuar, 144 prej 4 milion për shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore, 35.1 milion për shpenzime për madhra dhe shërbime, 11 milion për shpenzime investimi. Numri i punonjësve të parashikuar për vitin 2026 është 73 duke mos u ndryshuar. Krahasuar me buxhetin e vitit 2025 për AIDSKSH-n janë rritur, i gjithë buxheti është rritur me rreth 19.3 milion lek ose në 11.3% më shumë. Rritja është paraqitur kryesisht në shpenzime për paga dhe sigurimet shoqërore, e cila ka një rritje prej 9.3 milion lekësh ose 7%, si dhe për shpenzime për madhra dhe shërbime, të cilat janë rritur me 9 milion lek ose 34.5%, ndërkohë shpenzimet për investime janë rritur me 1 milion lek ose 10% më shumë. Lezuria e realizimit të buxhetit për vitin 2025 është një realizim relativisht i mirë, është i realizuar në masën 72% për 10 muajt e parë dhe besoj që ai do të vazhdojë të rritet edhe me realizimin e buxhetit në 2 muajt e tjerë. Konkretisht shpenzimet për paga janë realizuar në masën 83%, shpenzimet për malla dhe shërbime në masën 35%, ndërsa shpenzimet për investime vetëm në masën 17%. Në rekomandimet që ne i kemi lënë në rezolutën e miratuar në 2025 nga Kuvendi për ecurinë e këtij institucioni për vitin 2024, janë 3 rekomandime ato që mund të kërkojnë kryesisht shtim fondi për realizimin e tyre dhe konkretisht është rekomandimi numër 2 që ka të bëjë me përfshirjen e pushtetit lokal në njohjen e rezultateve të verifikimit administrativ lidhur me gjetjen e vendvarimeve të dyshuara dhe mbrojtjen e vendvarimeve të identifikuara. Kryesisht ky rekomandim kërkon shtesë për shkak se mund të kërkojë inspektime, verifikime, ekspert të ndryshëm të fushave të veçanta. Është rekomandimi numër 3, i cili kërkon angazhim për krijimin e një baze të vetme të dhënash për personat e zhdukur dhe ta bëjë atë publike dhe të aksesueshme, dhe ky siç e thanë dhe parafolësit është një rekomandim i cili mund kërkojë shtim, si dhe rekomandimi numër 7, i cili ka të bëjë me angazhimin në bërjen funksionale të mediatekës me qëllim promovimin e materialeve dhe kërkoj lehtësi për studiuesit dhe për gjithë personat e interesuar. AIDSKSH-ja ka paraqitur kërkesë fondi shtesë për realizimin e buxhetit të vitit 2026 në vlerën 15.85 milion lek, siç i paraqiti dhe në zërat që ata prezantuan dhe kryesisht kanë të bëjnë me platformën digjitale për administrimin, anonimizimin dhe publikimin e vendimeve dhe kjo është në vlerën e 5 milion lekëve. Shtetes fondi prej 1.2 milion lekësh për ndërtimin e një ekspozite të qëndrueshme Muri i Gjakut i quajtur Memorial në Shkodër, mos gaboj. Shtes fondi me shumën 1 milion lek për një investim që ata donin të bënin me qëllim përmirësimin e eficiencës së energjisë. Fond shtesë për blerjen e pajisjeve audiovizive, të cilat dhe drejtoresha i paraqiti, një shtesë prej 1.65 milion lekë, e cila ka të bëjë me një box room për organizimin e podcasteve, mbledhjeve dhe regjistrimin e tyre, si dhe investimin që ata thanë për platformën e-learning në shumë prej 30 milion lekësh, po e shtrirë për gjatë PBA-s 2026-2028, por për këtë vit kërkohet vetëm një shtesë prej 5 milion lekësh. Si dhe së fundmi, kërkesa që paraqiti zotëria në mos gaboj për i aktet me një shtesë fondi me 3 milion lekë, që ne nuk na ka ardhur nga Kuvendi, është një kërkesë e bërë tani. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Mile. Tashti kush ka zonja drejtore? Kryetare? Konstatova që mund të jeni referuar versionit të vjetër të kërkesave buxhetore. Ne kemi paraqitur një version të ripunuar mbas negocimit me Ministrinë e Financave, mbas diskutimeve në Komisionin e Ligjeve. Është një version i rishikuar që është dërguar dje, mos gaboj. Ka 2-3 gjëra të vogla, po ashtu i shikojmë. Dakord. Faleminderit.
Kush ka pyetje? Ka pyetje, ka komente? Po, zoti Kaso. Faleminderit, zoti kryetar. Një koment shkurtër, sepse me shifrat unë njohëm, besoj që punojmë të gjithë në versionin e fundit. Unë besoj që është vullneti i shprehur i këtij komisioni për ta mbështetur këtë institucion të rëndësishëm, ashtu siç ishte edhe qëndrimi unanim, besoj edhe në seancën dëgjimore, e cila u realizua shumë afër në kohë. Dhe vlerësoj që pavarësisht nivelit të ulët të investimeve të realizuara në vitin 2025, duke qenë që kërkesat buxhetore të detajuara lidhen kryesisht me ato rekomandime që Kuvendi i ka vënë dhe që ky komisioni ka konsideruar si prioritare, pra përveç rekomandimin numër 2, pra që nuk kërkon mbështetje buxhetore, kjo rritja e angazhimit për përfshirjen e pushtetit lokal në njohjen e rezultateve të verifikimeve administrative lidhur me gjetjen e vendvarimeve të dyshuara dhe mbrojtjen e vendvarimeve të identifikuara. Pjesa tjetër që ka të bëjë rekomandimi 3 dhe 7 me angazhimin për krijimin e një baze të vetme të dhënash për personat e zhdukur të bëhet të publike dhe të aksesueshme për publikun, gjithashtu dhe angazhimi për bërjen funksionale të mediatekës, për cilën u thanë që janë fondet. Qofse shohim kërkesat për shtesa lidhen kryesisht me proceset që ne i kemi kërkuar si kuvend, pra platformën digjitale për administrimin, anonimizimin dhe publikimin e vendimeve, dhe aspektet tjera të procesit të digitalizimit dhe të rritjes në ndërgjegjësimit që ne vetë kemi konsideruar prioritete. Kështu që besoj që sigurisht do të dëgjojmë dhe përfaqësuesen e Ministrisë Financave, por këtu shpreh dhe mendimin e kolegëve për të gjetur mundësinë për të akomoduar sa më shumë të jetë mundur nga kërkesat e institucionit, për shkak se, siç e thash, prioriteti ynë si kuvend në mbështetjen e këtij institucioni ka qenë i tillë, digitalizimi, ndërgjegjësimi dhe pse jo ngritja dhe e memorialeve dhe siç është edhe kërkesa në rastin konkret për një ekspozitë qëndrueshme Muri i Gjakut, memorialin Shkodër, kështu që besoj duhet të ndajmë të njëjtin qëndrim mbështetës dhe në këtë rast që brenda kapaciteteve që ka Ministria e Financës për të akomoduar këto kërkesa mbi tavanet buxhetore, t'i bëjmë pjesë e mbështetjes tonë për treguar që Kuvendi e ka seriozisht mbështetjen e këtij institucioni, e ka seriozisht ndërgjegjësimin mbi krimet e komunizmit dhe gjithçka tjetër që lidhet mbi rolin e pazvendësueshëm të këtij institucioni. Faleminderit. Faleminderit, zoti Kaso. Jo, të lutem, po ja tash po mirë. Të lutem, po mirë. Okej. Zoti Emile. Vetëm një saktësim të vogël, kryetare, konfirmoi dhe me shërbimet e kuvendit, relatimi i komisionit tonë është ndërtuar mbi të dhënat e fundit që kanë ardhur ditën e premte. Pra jemi të saktë me shifra. Okej, u sqarua edhe ky aspekt që lidhet me të dhënat, edhe ai që lidhet me investimin, kështu që mendoj se s'ka nevojë më shumë për debate. Tashti zonja gjata mbasi dëgjuat edhe vlerësimet, komentet e nënkryetarit zotit Kaso, edhe të relatorit zotit Mile, edhe këtej bien në të dy krahët e kësaj tavoline bien në një mendje që ka nevojë për të mbështetur lidhur, por në finale kjo ka të bëjë dhe me principin e funksionimit të këtij komisioni. Me nevojën për të mbështetur atë çfarë ne vetë ju kërkojmë këtyre institucioneve që të përmbushim përmes në zbatim të rekomandimeve që kemi dhënë ne. Dhe bëhet fjalë, mos si e kuptova unë drejt, zotin relatorin zotin Mile dhe zotin Kaso, veçanërisht për rekomandimet 1, 3 dhe 7. Dhe ka nevojë për një mbështetje. Keni një koment për të gjë që ta përmbyllim apo kërkoni dhe që të mund të uleni me relatorin, autoritetin dhe këshilltaren e kuvendit për të dakorsuar për to element. Faleminderit, zotë kryetar, po shprehemi të gatshëm të ulemi të diskutojmë për 3 rekomandimet. Sa është vlera e kërkuar nga institucioni, pasi ne kemi në total kërkesat shtesë të institucionit pa i ndarë në ato që
parashikon rezoluta, kështu që në bazë të përcaktimit të saktë të kostove dhe të vlerave, mendoj se mund të rishikojmë buxhetin, pasi janë vlera modeste të cilat nuk na prekin ne në thelbin e atyre burimeve financiare që kemi. Shumë faleminderit për mirëkuptimin. Mirëkuptim më të mirë se kaq nga të gjitha krahët dhe nga të gjitha pushtetet nuk mund të kishte. Kështu që e mbyllim këtu. Shumë faleminderit, një ditë të mbarë për ju që ne të vazhdojmë me pikën 3 të rendit të ditës.